Parandalimi është gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë. Unë do t'i thaj njerëzve që në këtë stin vjesht edhe dimi që kemi të fillojmë së shpejti, ta aerosin her pas here shtëpitë, zyrat, të pastrojnë tavolinat e punës, skrivanit, kompjuteret, të lajnë shpesh herë duart. Janë masa paraprake, mos të shfrekontojnë vende që kanë jashtëzakonisht shumë njerëz, për shembull në një qendër tregtare mos rrimor pa orë, pa fund. Duhet patjetër që ne të bëjmë masat e sigurisë paraprake dhe të mundohemi të parandalojmë dhe të minimalizojmë kontaktin me faktor patogjen, që janë viruset, janë bakteret, janë edhe ndotja ambientale. Kështu që mirë të ishte dhe të shkonim në periferi në fundjava, dilim dhe në mare dhe mbrek detit, ku ajri është më i pastër, edhe ndoshta na ndihmon dhe për cilësinë e jetesës. Për personat që kanë me kohë, do t'ju uroj të shkuar të gjithëve, sepse shumica më e madhe mundësia është një problem inflamator, një grip ose një infeksion postgripal. Ta marrim me qetësi, kolla nuk është e rrezikshme, për sa kohë na çohet në kohë, për sa kohë është e vetë kufizuar. E mira është njerëzit në rastet që kanë temperaturë, kanë kollë, janë të lodhur, të bënin disa ditë pushim, të japin kohë vetes që të marrin veten, të pinë lëngje mjaftueshëm, të hanë fruta, të ushqehen shëndetshëm, të hidratohen, që është shumë e rëndësishme, dhe nëse shikojnë që kjo kohë persiston një javë, 10 ditë, 2 javë, të drejtohen te mjeku, mos ta lënë pastore. Pasi patologjitë që shkaktojnë kollën janë të shumta, kryesisht janë të rrugëve respiratore, po mund të jenë edhe jashtë rrugëve respiratore, dhe të na duhet një trajtim i mirë që njerëzit të kenë një cilësi të mirë jetese dhe mos u kronicizohet kolla, mos të ngeli kjo kolla që kam kollë turkoz, kalova virozën e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe kam 6 muaj me kollë. Për mua nuk është normale një individ i shëndetshëm të rri 6 muaj me kollë. Më thënë, sigurisht që duhet parë me seriozitet dhe hapat një pas një. As mos litohemi të bëjmë përdorim të menjëhershëm të antibiotikëve dhe të çdo gjë shpejt që ta mbaroj për një ditë, kolla nuk ikën për një ditë. Kolla do bëj procesin e saj, e rëndësishme është të shikojmë cilat janë shkaktarët, cilë është shkaku kryesor i kësaj kolle, si mund ta përballojmë, është me risk për jetën e njeriut apo jo, patologjia që ka shkaktuar këtë punë dhe ta marrim që afat gjatë kjo kohë mos të ngelet. Mund ta menaxhojmë sa më mirë të mundshëm. Okej, doktoresha, ju falenderoj shumë për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me audiencën tonë. Ishte kënaqësi dhe shpresojmë t'ju kemi sërish të ftuar. Shumë faleminderit. Ju falenderoj dhe unë për ftesën. Ishte shumë kënaqësi që mora ftesë nga ju. Është një çështje shumë e rëndësishme për qytetarët, po edhe për ne si mjek, edhe për farmacistët, edhe për njerëzit, që të dinë drejtohen si duhet dhe ku duhet dhe t'japin rëndësinë e duhur gjërave në momentin e duhur. As mos alarmohemi, as mos rrim në zonën e rehatisë. Ju falenderoj.